Rriten me 25% çmimet e referencës që përdoren nga doganat për zdoganimin e automjeteve të përdorura për kategorinë e autoveturave, kamionët, kamionçinat dhe furgonët. Çmimet e referencës përdoren për zdoganimin e automjeteve të përdorura me vit prodhimi më të hershëm se viti i fundit i publikuar në buletinet zyrtare të çmimeve që përdorin doganat si Quattro Rotte, Tutto Transporti e të tjerë, që pasqyrojnë çmimet e shitjes në tregjet evropiane. Rritja parashikohet në udhëzimin e ri të Ministrisë së Financave për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin numër 3, datë 23 i pari 2018, për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore i cili ka hyrë në fuqi pas votimit në fletoren zyrtare. Sipas udhëzimit për automjetet me cilindrat nga 1400 deri në 1900 cc, pragu minimal i zdoganimit rritet nga 200.000 lek në 250.000 lek, duke shënuar një rritje prej 25%. Për automjetet me cilindrat nga 1900 deri në 2500 cc, vlera e referencës rritet nga 325.000 lek në 406.000 lek ose rreth 25% më shumë. Për automjetet me cilindrat nga 2500 deri në 3000 cc, çmimi minimal i zdoganimit rritet nga 400.000 lek në 500.000 lek me një rritje prej 25%. Për automjetet me cilindrat nga 3000 deri në 4500 cc, pragu minimal rritet nga 500.000 lek në 625.000 lek, që përfaqëson një rritje prej 25%. Ndërsa për automjetet me cilindrat mbi 4500 cc, vlera minimale e referencës mbetet e pandryshuar në nivelin 1 milion lek. Rritja 25% është miratuar edhe për çmimet e referencës për kategorinë e mjeteve si kamionçin, furgon dhe kamion.